jo domosdoshmërisht është karriera më e thjeshtë. Madje as profesioni më i thjeshtë, ai profesion që unë bëj sot. Por kur kam parë për qark, kam ndier në thelb diskriminimin që i bëhet gruas shqiptare. Ne në fakt jemi një shoqëri që flasim për parime, flasim për vlera, madje flasim edhe në emër të tyre. Por nga e thëna në të bërë, ndan më shumë se çka proverbi popullor na mëson. Kur mu prezantua fillimisht nga kryeministri Rama të bëhem ministre mbrojtjes, një nga gjërat që më shkoi ndërmend më të parat ishte padyshim për te respektit që ishte treguar dhe besimin që ishte treguar ndaj personit tim, barazia gjinore. Unë që nga shtatori i vitit kaluar, kurse ju që prej shumë kohësh më parë, punojmë në fakt në një ambient, le ta themi, thellësisht mashkullor. Por për te faktit se ky është një profesion në thonjza i shpikur për burra, kjo ku diskriminimi ndihet, kjo në asnjë moment të punës time nuk e ka ndaluar entuziazmin tim për të besuar tek barazia gjinore edhe në një fushë siç është ajo e mbrojtjes. Ndaj unë në mënyrë të veçantë ju përgëzoj nga thellësia e zemrës, sepse e di që karriera juaj, rruga juaj në këtë, sidomos për zonjat që janë në ndiviz, nuk ka qenë dhe nuk do të jetë e lehtë. Megjithatë, ju përgëzoj juve vajzave dhe grave, plot 1100 të tilla që në fakt aderoni në strukturat e forcave tona të armatosura dhe sot jeni më shumë se 10% e të gjithë forcave tona të armatosura. Ndaj dua një duartrokitje për zonjat civile në respekt të zonjave që janë të veshura në uniformë. Në fakt, keni vetëm komplimentet e mia për gjithçka keni mbritur në jetë. Por sot nuk jam këtu për të dhënë vetëm komplimente. Sot shpresoj shumë dhe do të punoj fort që në pozicionin tim si ministre e mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë të firmos urdhrin e parë të dërgimit të një ushtari profesionist në operacionet e mirëfillta ushtarake paqëruese ose jo jashtëdhënë. E them shpeshherë me shaka, e ndaj edhe në formë provokimi në thonjza me pozicionet më të larta të ushtrisë sot. General të nderuar nga shefi i shtabit të gjithë drejtuesit, se nuk do të largohen pa firmosur ose pa propozuar, më mirë, një generale grua. Ndofta jemi pak larg këtij rrugtimi, por unë ju siguroj se do të jem këtu për t'ia bërë më të lehtë çdo njërs prej jush rrugtimin tuaj drejt rritjes suaj profesionale, trajnimit tuaj, gradimit tuaj, pse jo edhe marrjes së yjeve të generalit mbi supet tuaja të brisht por të fortë.